integrimi europian nuk ka qenë kurrë një proces burokratik a negociat teknike, e as ka qenë aksesi në një bankomat. Është një aspirat kombëtare, një zgjedhje qytetërimi, një angazhim për t'i përkitur plotësisht një familjeje kombesh demokratike që jetojnë në paqe, liri, që besojnë në paqe, në liri, demokraci dhe sundimin e së drejtës. Shqipëria sot është më afër se kurrë me Bashkimin Evropian. Dhe nuk e kemi parkur të jetë kaq konkrete, kaq reale në asnjë moment të historisë son moderne. Në vijim të çeljes së negociatave për antarësim dhe për parimin e shpejt përmes grup kapitujve, kemi hyrë në fazën vendimtare të rrugtimit tonë europian dhe javën e ardhshme do të kemi një konferencë kyçe ndërqeveritare me Bashkimin Evropian që i jep fill një faze të re të mbylljes së kapitujve dhe të përmbylljes së negociatave brenda një viti e gjysmë. Rruga përpara mbetet shumë kërkuese, tejet sfiduese, por kur nuk kemi qenë më të vendosur dhe kur madje as kemi imagjinuar e jo më të mendojmë një plan B përveç Bashkimit Evropian, sepse jemi të bindur që nuk ka plan B përkundrejt lirisë, nuk ka plan B kundrejt shtetit të së drejtës, nuk ka plan B kundrejt demokracisë.